Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi I qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall. Dërsa salavatet dhe selamet të përzemërta I dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Vëllezër të dashur, mbeten edhe shumë pak ditë para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, muaji I Kur'anit, mëshirës, bereqetit, bekimeve, shtimit të mirave edhe shumë mirësi tjera. Muaji I bekuar I Ramazanit dhe ibadeti, adhurimi I agjerimit në këtë muaj janë dy mundësi më të lehta nëpërmes së cilave besimtari mundet të arrijë kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Për atë, pasi që na vikan ky muaj dhe ky adhurim me kaq mundësi të mëdhaja, padyshim që ne duhet përgatitur fort për muajin e bekuar të Ramazanit dhe për ibadetin e agjerimit. Vërtet, nuk ka mundësi më të mirë, më të lehtë për të arritur kënaqësitë e Allahut, çdo mirësi të kësaj jete dhe begatit më të mëdhaja në jetën tjetër, se sa në muajin e Ramazanit me adhurimin e agjerimit. Që të nxitemi edhe më fort, edhe më fuqishëm për muajin e Ramazanit dhe adhurimin e agjerimit, do të përmendi vetëm dy hadithe, t'i marrim me vete, t'i analizojmë dhe inshallah t'i shfrytëzojmë si motiv, si nxitje për përgatitjen maksimale për të arritur mirësitë të pafundta. Thot pejgamberi alayhis salam, an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, transmeton Ebu Hurajra se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Allahu akbar. Kur vjen Ramazani, hapen dyert e xhennetit. Wa ghulqat abwabun nar. Subhanallah. Mbyllen dyert e zjarit. Wa sudifat ash-shayatin dhe prangosen shejtanët. Këto të mira I kemi veç në muaj të Ramazanit. Pra veç në këtë muaj nuk shkruhet askush se do jetë në xhenem. Askush nuk shkruhet, mshilet. Vetëm këtë muaj do të jetë I hapur vetëm xheneti. Të regjistrohemi, të shfrytëzojmë dhe të jemi nga ata që na ka regjistruar Allahu në Ramazanin e 2026-s, filani u bë në këtë muaj të bekuar nga banorët e xhennetit. Dhe për të arritur këto mirësi, këto vlera, I prangos shejtanët dhe I shifni ju në Ramazan, krejt njerëzit ma shumë falen, agjerojnë, Kur'an, fe, programe televizive, ne vetë jemi ma të kujdesshëm, gratë ma të kujdesshme, gjithë shka. Pse se Allahu I mbyll shejtanët dhe na jep mu dhe ti mundësinë në këtë muaj, vetëm në këtë muaj, si në asnjë muaj tjetër,
mës lehti për ta fitu mirësin Allahu Gjeleshanu në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa që të nxitemi me kënaqësi të bëjmë agjerimin, kujtonja hadithin e pejgamberit alayhis salam ku thot an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, tregon Abu Hurairah se pejgamberi alayhis salam ka thënë, qala Allahu azza wa jall, duke transmetuar nga Allahu i lartësuar në hadith qudsi, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. La ilaha illallah. Çdo punë e birit të Ademit është për të. Dhe me thonë Allahu, ju lutem, ta kapim nga veshët, në tru, në zemër dhe inshallah në praktik. Çdo punë Allahu ka shkrujt sa të mira mjep mu edhe ti, për namaz, për haç, për krejt. E vetmja punë që nuk ka shkrujt se sa të mira është agjerimi. Çfarë thot Zoti? Agjerimi thot është i imi, wa ana ajzi bihi, unë jap për atë pa kufi. La ilaha illallah. Pra e shifni se çfarë kemi në prag, atëherë vërtet le të jemi nga ata që do të përgatitemi fort, do të veprojmë fort që të jemi në listën e xhenetlive. Me siguri na intereson se si duhet konkretisht ne të përgatitemi që të jemi nga të tillët, që shfrytëzojnë dhe futen në xhenet inshallah dhe kënaqësinë e Allahut xheleshanu. Si pikë e parë është krijimi i atmosferës pozitive në veten tonë. Vjen Ramazani dhe të krijojmë atmosferë pozitive në shpirt, në familje, te fëmijët në veçanti dhe ta zbukurojmë me zbukurime të pritjes së muajit të Ramazanit shtëpinë tonë, që ajo të na motivon për më shumë punë. Agjerimi i ditëve të mbetura deri në Ramazan, përveç ditës fundit, duhet me e prish dhe nuk bën ta bashkojmë agjerimin këtij muajit me muajin tjetër. Të lexojmë Kur'an sa më shumë. Të falim namaze nafile, vullnetare dhe namaznate. Ta përkujtojmë Allahun xhalleshanuhu shumë me përkujtime të ndryshme. Lusë Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na mundsojë neve ja Allah. Mundsova fëmijëve tonë, mundsova mbar besimtarëve musliman që të arrijmë muajin e Ramazanit që ndosh e mirë, ta përcjellim atë me ibadete, adhurime nëpërmes të cilave do të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhalleshanuhu, bekimet e tija në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa tawwabur rahim.